Një grua humbi jetën dhe 3 persona të tjerë u plagosën në një sulm me dron ukrainas gjatë natës në qytetin jugor rus të Voronezhit, tha të dielën guvernatori i rajonit Aleksandr Gusev. Më shumë se 10 pallate dhe rreth 10 shtëpi private, një shkollë mesme dhe disa ndërtesa administrative u dëmtuan në sulmin ndaj qytetit, tha Gusev në aplikacionin e mesazheve Telegram. Qyteti ynë ju nënshtrua njërit prej sulmeve më të rënda me dron që nga fillimi i operacionit special ushtarak, tha Gusev, duke përdorur termin e Moskës për luftën e saj në Ukrainë. Shkalla e plotë e sulmit në Voronezh, që ndodhet 470 km larg nga Moska dhe afërsisht 250 km larg nga kufiri me Ukrainën, nuk ishte menjëherë e qartë. Ukraina thot se godet objektiva brenda Rusisë në luftën që Moska nisi gati 4 vjet më parë për të dëmtuar përpjekjet luftarake të Kremlinit dhe në përgjigje të sulmeve të përsëritura me raketa dhe dron mbi qytetet dhe infrastrukturën ukrainase, përfshirë objektet energjetike. Rusia lëshoi një raketë hipersonike të premte në një shënjestër në Ukrainë, afër Polonisë antare e NATO-s, një sulm që aleatët evropian të Kievit e portretizuan si një përpjekje për t'i penguar ata në mbështetjen e tyre për Ukrainën.